E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mollin ka marrë, në akşam me boj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mollin ka marrë, në akşam me boj iftar. Ju përshëndes në përshëndetjen e kur islame, e cila është përshëndetje banorëve të xhenetit me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thoshtë Zotë i Madhënu që ky iftar në ditën e Kiametit Allahu Zul Xhelal me sukseset dhe fiturat e këtij iftari, dhe të njëjtën kohë kësaj dite ta xhenimit Allahu më na mëson për të dalur para tij Allahut Alamin. Të nderuar të pranishëm, këtë iftar bën edhe më madhështor prezenca e jukët të gjithëve, e në veçanti e kryetarit të Këshillit Bashkisë Islame të Shërbimit Berishës, kryetarit të Kuvendit Komunal Afrika Statit, ministrit të shëndetësisë, ministrit shëndetësisë Ferit Akhamit, dhe të gjithë tjerë të tjerë këtu, mashallah sot pas më shumë të këtë alhamdulillah, kryetarit Këshillit Bashkisë Islame në Bej Musli Arimaj, imamit Bashkisë Islame në Bej gjithashtu e nesër të Likmoga, e shumë të mirë tjerë, kolegë, përdilerë, e gjithë ato e radhë një që shpërblej për prezentën e juj, për te ta keni ndërru dhe nësë Allahu për qaha që keni konë dhe i të në gjami Shqipërit. Në këtë vend këtu ku vërtet jemi pisu me prezentën e juj, Allahu që shpërblej dhe të ndëraj. Allahu të kohë, dua se të përshërëndi moderatorit, tash me marë mikrofonin në vend, që e kërën. Por, dua të emocionin e Zorit Këshillit Bashkisë Islame, Mitrovicës, të ndërruarit e Berishës. Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Salavatet dhe selamet tona ja adresojnë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjitha atyre që pasuar dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nderuari kryetar të Kiamit Kastrati, ministri i shëndetësisë Doktor Rakani, ju deputet Efendi Lir, kryetari i Këshillit të Bejës, lejoni që ju përshëndet gjithëve me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa i përket çështjes muajit shenjtë Ramazanit, sigurisht se Hoxha Mulla Fakfiri i tha disa fjalë. Mirë po unë vetëm në një aspekt të ndalem. Jo rasisht kemi thonë se muaji i Ramazanit, përveç se është muaji i bereqetit, muaji i mirave, është edhe muaji i solidaritetit. Prandaj në këtë mënyrë, Hoxha Mulla Fakfiri ka dashur edhe në praktikë në dëshmoj se si në muajin e shenjtë Ramazanit jemi gjithë të bashkë. E lutim Allahun Allah që këtë agjerimtorit e pranaj, e lutim Allahun Azza wa Jall që lutjet ibadetet tona t'i pranaj, e përhajë edhe një herë ju qoftë gjithëve. Assalamu alaikum. Tash fjallën do t'ja japë kryetarit Kuvend Komunal Afrika Statit, e do të Allahu Azza wa Jall që t'i jep suksese në menaxhimin e komunës Mitrovicës, që me udhëheqjen e tij, me menaxhimin e tij të drejtë dhe shumë fisnik, vërtet ne jemi shumë të relaksuar si qytetar, sepse ti je kryetar i komunës Mitrovicës, nuk është i njëjtë me çdo kryetar tjetër jashtë Mitrovicës, për shkak specifikave të saj dhe për shkak veçorive dhe problematikave që i ka komuna jonë. Uroj suksese në detyrë, për të njëjtën kohë do të Allahu Azza wa Jall për jetë gjatësi dhe Zotin dy kohë në emrin e Allahut dhe në mundësinë tjetër. بإذن الله الواحد الأحد. فليل الله
Shqipën, këtu është vërtet parametër shumë në rëndësi jashtëzakonshme, dhe ky është një xhamat i cili është interesuar me përkrahje e një cili punon dhe i shërben edhe xhamatit, edhe popullit, edhe qytetarëve, e Allahu xhelle xhelalu të trujë të thashë të jetë gjatë me vepra të mira ja Rabbil Alamin. Faleminderit shumë. Të nderuar xhamat, sot i privilegjuar që kam mundësi edhe të përshëndes, por mikosisht të gjithë juve t'ju uroj Ramazanin në emër të gjithë qytetarëve të Mitrovicës, por edhe në emrin tim personal. Nikosisht shfrytëzoj rastin që të përshëndes kryetarin e Bashkisë Islame të Mitrovicës, Mullaj Tishi, Niko Qiri, Fatmir Agën, Ministrin, Agani, deputetët dhe ju të gjithë që jeni prezent. Sote, na këtu jemi së bashku që thjesht të ndajmë një gëzim, sote jemi së bashku që të përjetojmë momente marrëkëndshme pas ditës së gjatë, bukur të gjatë, mirë Allahu të ndihmon, për arsye se koha ka marrë tash për tash plot, edhe po shpresojmë se do të ndodhë ajo që çdo herë bukur, ashtu me çfarë kohe e hyn Ramazani, edhe me kohë të mirë të del, prandaj po shpresoj se do të kemi ditë të këndshme. Du mosh dashur me zgjat më tepër, edhe një herë faleminderit shumë që ta mira jetë gjatë shëndet, edhe u pafshi edhe për Ramazanët të tjerë. Ju atëherë. Mitrovicën e Bashkisë me neve Allah, gjithashtu të ndashurit e mi këmë në xhami, elhamdulillah se folë Allahu kemi do të njerëz të profileve të ndryshme, të cilët të gjithë jemi të interesuar që t'i bëjmë shërbim zbari fjalës së madhe të Zotit Mahmud, pastaj edhe interesat tonë kombëtar dhe fetar në vendin tonë, e lutja Allahu me mëdhnuar që të gjithë këtë shërbim të cilët të gjithë e bëjmë, Allahu me e pranon. Që mendoj që për momentin për ta reflektuar këtë moment, këto qaste, që pas dëshirë një ilahi, me na këndu dhoj unë për kishane pa flatë, në këtë arku për kishane. Për banka zbrast i ndryqoj, në malelat trimat janë gjitë, shkollën e në luft po shkoj. Në malelat trimat janë gjitë, shkollën e në O me prezent, o maturant, ju një moshën në sinta, ju që në këtë luftën, luftonit të bat, ju bat lapsi në dorë, ju ka arma në krat, me ju sot në krenohemi, o të dashur me lësat. Me ju sot me krenohemi, o të dashur me lësat. Dijen dhe forcën i kem bashku, me ftyra bukra marin hieshoj, nga front i front, duke luftu, me të kire Zotin madhroj, nga front i front, duke luftu, me të kire Zotin madhroj. O maturant,
o medresant, ju djelur që me sinqar, ju që me këtë luftërënd, luftoni të parë, ju ka lafsi në dorë, ju ka rarma në krarë, me ju sot me krenohemi, të dashur medresant, me ju sot me krenohemi, o të dashur medresant. Nuk në vend plaga mojna, mos në ki të lutem dhe, do të fitoj këtu në dynja, dhe të shkojmë në gjenet. Do të fitoj këtu në dynja, dhe të shkojmë në gjenet. O maturant, o medresant, ju djelur që me sinqar, ju që në këtë luftërënd, luftoni të parë, ju ka hapsi në dorë, ju ka armë në krarë, me ju sot me trenohemi, o të dashur medresant, me ju sot me trenohemi, o të dashur medresant. Mësisht pak vëmendje, ju kërkoj qëtësi pak, vëmendje ju keni me dije që imami kësoj gjamije pa më shë alergji, djallë, e ta gjemoti e di që shërim dukë të topë, mashallah. E mëstafir me pak haji, ja po halal se si më mësu halon matë sistemin tërë. Të dashurit e mi, kjo ilahi që këne i tërkiju, mu pak me emocionaj. Andaj po të njetë me adon fjallën ministrit Agonit, po të me adon fjallën ish komandantit temë, në brekas që kënë posë e krema vdimët. Kënë vitin 98-ën, e krema medresën, dhe bova pritke që po shkoj me adon diplomën në Shqipëj, edhe i qova fjallë këj prekozit ashtë bova, hajde mërë në brekas diplomën, se në nuk thejna, dhe sëtë dhe sa ka bua emën Allahu për gjela. Që që me lejnë Allahu të lu gjithashtën e krema vdimët, se rrëve ministrin e për halal, pak, hoqë, këtë fjallë, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rani i lypë i përshëndet njerëzit me emna edhe do më thonë për respektin që kam për zdo njonin për juve që jeni prezent, tonë me ju kisha përmen me emna, edhe kom bindje që datë në përqenja u di emna. Po e përshëndeti Mullah Fatmirë, pozër e Shqipolit i cili tani më e ka bot tradicionale me në bashku edhe nësi po edhe Ramazanit tonë po rrim me veshin krah kur pa me në thije Mullah Fatmirë. Besoj që edhe kryetari komunës, edhe ministri, edhe deputet që janë prezent këtu edhe ketë pozallare kështu me radhë e ndajnë këtë bindje me mu. Pastaj po i drejtona gjithashtu edhe xhamatit të mrekullueshëm që e ka Mullah Fatmirë, për arsye se Mullah Fatmirë sa do i madh me kon vetë pa këtë xhamat të mirë që e ka, e sidomos pa ata djemë të cilët na bërën hizmet, Allah i shpërblet e i nderoft, prapë se prapë edhe ky islamët ishte i mangët. Dërsa ju të tjerët po i drejtona në shumës, pa e veçu asken ju musafir të Mullah Fatmirit bashkë me mu, shpresoj që prezenca e ju i tregon madhështinë e Nikoqirit, ashtu sigur se nderi i madh që i keni bo vllaut tonë edhe hoxhës tonë Mullah Fatmirit me përgjigje në ftesën e tij. Unë nuk kesh i përgatitur me janis që tash me folë, e kështu që ato që akum pasë me tonë poza, dësh njëherë të me Do isha një porosi, ama shumë shkurt, do më thonë të Ramazanit, se janë porosi të rëndësishme këto edhe të e pas parasysh në çfarë strukture jemi, mendoj që është e rëndësishme me i majtë në mend do porosi të Ramazanit. Unë ka po përshtypje që 3 ditë jam të menu
për një fjalë që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që besoj se çdo njeri për juve e dit. Ajo është fjala e të dërguarit dhe të dashurit tonë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që thotë nga kulufu femi s-saimi atyabu inda Allahi min rihil misk. Aroma, po e quaj aroma edhe pse ndoshta dikujt mundet me ju duk ndryshe, edhe mund është ta duket ndryshe, po pej edukatës po e quaj aroma. Aroma e gojës së agjeruesit, unë me i thonë kushtimisht edhe kudërbimi, është ma e dashur tek Allahu se aroma e parfumit, aroma e miskut. Mendon njeri, a thu pse, një erë e cila nga njerë për vetën tonë bëhet e pakëndshme, lemo për tjerë kur komunikojmë me ta. Pse te Allahu kjo aromë, kjo erë, me qenë kaq e këndshme? Vetë një përfundim kam ardhur. Për arsye se ajo po vjen si rrjedhoj edhe si pasoj e një angazhimi, e një sakrifice, e cila tash në këto kohët tona zgjat afro 20 orë. Vjen si rrjedhoj e një mundi të madh që njeriu e bën, edhe nuk e kish bë për tjetër kënd përveç për hir të Allahut fuqiplot. E këto Allahu pastaj e çmon shumë. Për çata Allahu i madhruar edhe një gjatë tjetër e cila ka simbolik shumë të madhe, shumë të fuqishme. Por që realisht nuk është shumë e këndshme, që është gjaku. Pra gjaku ka simbolik shumë të mirë, por nuk është e këndshme. S'kem qef mja pa vetës, as kem qef mja pa tjetër kujt, mirë po prap njëtën gjak, Allahu i madhruar e ka bo me gjakun. Sipas asaj që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dëshmori kur do të ringjallet. Në ditën e gjykimit, do të ringjallet ndërsa plaga e tij akoma do të kulloj freskër, gjaku i tij hala do të rrjedhë. Mirë po në atë kohë dhe në atë moment vetëm ngjyra do të jetë e gjakut, ndërsa aroma do të jetë e miskut, e parfumit. A thu për çfarë arsye? Prap takohemi te emëruesi i njëjtë, sakrifica. Pra të nderuar vllazën, nganjëherë janë do gjana të cilat mund të themi se vinë në kundërshtim me elegancën. Djersët, pluhuri, e kështu me radhë. Mirë po ato mbesin gjana fisnike, për arsye se ai i cili djersitët, edhe ai i cili pluhuroset, shpresojmë se punën e ka bo me ndershmëri. Dhe për këtë arsye është shëndru djersa në sinonimin e ndershmërisë, edhe nuk thojnë valla filoni e ka fitu pasunin me nder, po thojnë e ka fitu me ndjersë. Edhe pse prapë po them, ndjersa kurdo që paraqitet, kemi ndjim nevojë me u liru prej saj, edhe me u largu prej saj. Mirë po kjo tregon se kur është në pyetje lodhja, kur është në pyetje angazhimi i mirëfillt edhe ndrejtimin e nkahjen e duhur, atëherë ato të cilat do rrjedhoja që vinë kalikti. Qoftë ajo era e gojës së agjeruesit, qoftë gjaku i dëshmorit ose i atij që është përgatitur me u sakrifiku për të mirën e përgjithshme. Ose qoftë djersa e punëtorit ose flori i tij ose kështu me radhë, të gjitha këto pastaj bëhen shumë fisnike. Në të kundërtën, vjen shprehje ajo eleganca e cila mund të jetë evidente edhe për synin e njeriu, gjithsesi është e këndshme. Mirë po në brendin e saj shpeshherë mundet me u mshef ndonjë gjë e cila nuk qëndron. Po e përmendi vetëm një shembull edhe po e përfundoj. E përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembullin e një foshnje e cila ka fol në kohë kur zakonisht njerëzit nuk flasin. Një foshnje xhiri e ka pas nona të i dhonë gji një fëmisëve, edhe po kalon një njeri me pamje shumë elegante. I hypom në kalë, në atë, edhe po ecë me një ecje shumë afër arrogancës. E nona e gjarë po thotë o zotë që djalin ten, bane sikur që ky zotni, shumë i mirë po u ka. Ai djali, edhe pse hala s'kish fol as një fjalë, e çoi xhinin edhe tha o zot mos më bën sikur ai. Për çfarë arsye? Hadithi është, unë veç e shkputa një fragment prej hadithit. Për arsye se ai person ka qenë zullumçar dhe njerëzit ka njëherë mashtrohen prej pamjes së jashtme, mirë po kur mungon esenca, kur mungon brendia e vlefshme, atëherë ajo eleganca nuk ka vend edhe nuk ka vlerë. Por që ata kthehen te aroma e gojës së agjeruesit,
të gjaku i dëshmorit, të djersa e punëtorit, edhe themi citolle të mbeten treguesi edhe udhërofyesi jonë jetën tonë të kësaj bote, e të mos mashtrojemi mas asaj, mas çdo gjaje e cila vezullon edhe bandrit, se nga njëra ajo mundet me qenë edhe e rrezikshme. Po Zhvatmir, falenderoj shumë që ma dhe rastin një drejtu gjematit tanë edhe musafirëve tu, se kjo është njerë dy fish, ndërsa zotrinjë që janë prezent këtu le të ma bojnë halal se ndoshta nuk kesh kur unë ma meritori për me e marrë këtë mikrofon. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Zotin nderuar, Shekh Ekram, Allah të rujtja më be. Pra, pak e kalova rendin ndoshta, po për shkak se ka herë emocionet kur kanë vënë në vet, ato bëhen shumë interesante me respektu. Nderuar i ministër, nëse ka mundësi në përshëndetje këtij xhamatit tim, Allah të rujtja. Nderuar i Zhvatmir, nderuar xhamat i kësaj xhamie, se dashur mysafirë të Zhvatmir, do i bashkohem se përshëndetje të bukur që ta Hoxha Kremi. Fillimisht më lejoni që të përshëndetjen e bukur islame, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, të uroj këtë muaj të bekuar të madhreshëm të Ramazanit, të lutë Zotin e madhreshëm që të pranoj agjërimin e juaj të gjitha veprat e adhurimit, të cilat do t'i bëni si individ, si familje, ndaj Zotit të madhreshëm gjatë këtij muaji të bekuar. Është një privilegj i veçantë që në çdo muaj të Ramazanit ky dy të radhazi kam nxjerrën që të jemi në këtë xhami dhe t'ju drejtohem me disa fjalë, të cilat kanë për qëllim që të çestin edhe vjetërit në dobit, në begatit e këtij muaji të bekuar për çdo qytetar, për çdo besimtar musliman. Në fjalën time do mundona të ndalem në 3 pika, dhe atë sa më shpejt që është e mundur që mos t'ju lodhi, po që mendoj se janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Fillimisht, muaji bekuar i Ramazanit me gjithë ibadetin të cilin e ofron, me pasurinë e begatit që e ofron, është muaj i cili është në funksion radhë parë të shëndetit, të mirëqenies së njeriu, të besimtarit. Duke e fuqizuar shëndetin e tij trupor, psikik, shëndetin e tij shpirtëror dhe social, shoqëror, duke e vënë njeriu në ekuilibër të cilin Zoti i Madhreshëm ja ka dhënë, duke i vënë në ekuilibër gjitha sistemet e organeve dhe duke e vënë në ekuilibër njeriu si individ brenda familjes dhe brenda shoqërisë në tërësi. Agjërimi si njëri prej shtyllave të muajit bekuar të Ramazanit ka dobi të jashtëzakonshme shëndetësore dhe tash nuk është vendi që të ndalen në secilën prej tyre, por t'jeni të bindur se me agjërimin që e bëni ju drejt për drejt i kontribuoni mirëqenies juaj, shëndetësore, trupore, psikike, shpirtërore dhe shoqërore në përgjithësi. Me gjitha ato veprime të menjëhershme të cilat muaji i bekuar i Ramazanit i parashtron para besimtarit, me gjitha ato vepra të adhurimit ndaj Zotit të Madhreshëm, muaji i bekuar i Ramazanit me vullnetin dhe mëshirën me rahmetin e Zotit të Madhreshëm është në shërbim të njeriut, familjes dhe shoqërisë. Nuk mjafton dhe nuk përfundon me kaq i gjithë ky tregim. Me këtë dal në pikën e dytë, se i gjithë ky ibadet, i gjithë ky agjërim, i gjithë ky madhrim i Zotit gjatë këtij muaji, kjo sakrificë, kjo përpjekje e njeriu që ta luftojë vehtën e tij, efshët e tij, pasionet e tij, interesat materiale gjatë këtij muaji, duke e vënë solidaritetin në vend të parë, e më pastaj interesat personale ose të ngushta grupore. I gjithë ky ibadet e ka një funksion, e ky është që njeriu qytetarin ta forcojë, ta pastrojë, ta fuqizojë, t'ja forcojë shëndetin, ta bëjë më të qetë, ta bëjë më të guximshëm, ta bëjë me shumë vetbesim, se është në gjendje që të kontrollojë epshet dhe pasionet personale. Me qytetarë të tillë, me familje të tjera, të mbledhura rreth sofrës Ramazanit, me xhamat të tillë, me vëllezër dhe motra të tilla të mbledhur në sofrat e Ramazanit, në sofrat e iftarit. Shteti i cili ka këta qytetarë ndërtohet mbi baza të shëndoshme dhe i gjithë ky ibadet është në funksion
të ndërtimit të mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve, jo vetëm të individit ose të familjes, ose të xhamatit së xhamie, po të shoqërisë. Dhe në këtë funksion unë e shoh muajin e bekuar të Ramazanit gjithmonë si një muaj të mëshirës të Zotit Madhërisht ndaj njerëzve në botë, të cilëve ofron mundësi që gjatë këtij muaji të jenë në shërbim të vetes, të familjes së tyre, shoqërisë, në përgjithësi, po edhe shtetit të tyre. Dhe në këtë mënyrë të kyçën në pikën e 3 që desha ta theksoj. Të kyçën në procesin të shtetit ndërtimit të shtetit mbi parimet të shëndosha, mbi parimet të cilat i ka përcaktuar Zoti i Madhërisht për njerëzimin. Pra mbi parimet e respektit për krijuesin, mbi parimet e kadishmërisë për sakrificë të vazhdueshme në funksion të ndërtimit të një shoqërie dhe të një shteti në të cilën Zoti i Madhërisht do të respektohet, do të madhrohet dhe në të cilin njerëzit do të jetojnë të shëndosh, në mjedis të shëndosh dhe do të jenë gjendje që të kontribuojnë si të tillë në një shtet të tillë të kontribuojnë edhe për ndërtimin e urave të miqësisë, të vazhdimisë ndaj popujve të tjerë dhe shteteve të tjera dhe mbi këto baza edhe të krijohet një humanitet, një njerëzi, një civilizim në cilin mbretërojnë vlerat më të larta islamit. Është kjo një filozofi, një sistem i vlerave të cilën Zoti i Madhërisht ja çon njeriut, ja ofron njeriut në vazhdimsi. Të gjitha shtyllat e Islamit, të 5 shtyllat e Islamit në esencë kanë të bëjnë me ndërtimin e një shoqërie të shëndosh dhe të një shteti të shëndosh. Edhe Zoti i Madhërisht që të jemi kreatyre të cilët për jetën e tyre do ta shojnë në përpjekje që të jenë sa më shumë në adhurim dhe në shërbim të Zotit të Madhërisht, dhe në këtë mënyrë të jemi sa më afër njëri tjetrit, të dojnë njëri tjetrin, t'ja letojnë njëri tjetrin nga ngarkesat dhe kështu të bashkuar të kontribuojnë për një mirësjellje të përgjithshme edhe të shoqërisë edhe të shtetit. Selamun alejkum wa rahmatullahi. Tash fjalën dua t'ja jap kryetarit të Këshillit Bashkisë Islame në Pej, Musli Arifaj, i cili me prezencën e tij dhe së bashku me stafin e tij vërtet e ka nderuar, Allah i ruaj edhe i nderoft. Por na mos pletosh në dy fjalë. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الضرور والله الضرور نسبته كثير دروشة سبحان الله الجزء داري باتيكوي إذا باتو فيشة كيكويناش وداري بسيكلازة رسولين الضرور برانيشن كوداي ضرور Komunës Mitrovicës, Ministër Agani, deputet nderuar, xhamatlit nderuar, edhe të respektuar kësaj lagje edhe të këtij hoxhe nderuar që kanë pranë me. Ju përshëndes dhe përshëndetin e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah të mirë tha mirë që ka kështu me mu, vetëm 2 fjali. Vesh me përshëndet edhe më ngrit ka me ju ma të gjithë dhe kështu, edhe me uru agjerim të letë edhe veprat framura e inshallah sikur se qemi bashku këtu, zbashku këtë shpikë në shtëpia të Allahut, e lutim Allahun e Madhërisht Xheleshanu që ta bashkojmë xhenetin e Firdevs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah i të rujtë hoxhin dashur, e dashur Allahu sukses. Këtu vërtet ka ende njerëz të cilët meritojnë me Allahun fjalën. Mirë po, dashta kështu një pyetje e bo Amer Ahmetit, i cili është kryetari komisionit pranë zyrës kriminalisit për rregullimin e çështjeve fetare. Dashta ta pyes Amirin, ku kam rripo puna ka zënë ja, po dënë më nai lamë çatu çika me shamia. Pse me ashtu lamë të mësim besimit, Suni më të mënisë po pregatit me po ditarin në dërë, veç kush veni ditë në shkollë, në dojtë, po kush që më të që që ka zëmë më të puna huër. A ka mirë ka të vëdë me bismillah e Allah. A da dojtë. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqihi wa sahbihi ajma'in.
organizatorul meu, pentru drugoare, Dima Mustafa, ndërruar imam, të ndërruar xhamatit, të ndërruar musafir, selam aleikum. Me këtë jam i gojë, shumë më tonë. Zonën, se në ka të rritur shimi mirë. Në lëkun jam pa, unë mësu me thotë ma. Megjithatë, me vërtet jam i nderuar që isha sot një këto bashkë me juve, të nderuar vëllezër. Edhe njerë falenderoj të gjithëve, falenderoj Hoxhën që na ka thënë, na ka tubu të gjithë së bashku. Kjo është edhe këtë lezeti i Ramazanit në këtë mënyrë. Lutë Allahun që që të gjithë ne të kemi agjerim të lehtë të pranuar dhe me plot begati. Është e vërtetë, nuk kemi mujtë me arrit më shumë e bë, por me një marrëveshje të fundit me Kryeministrin, kemi një komision për lirit fetare që kryesisht ato që i kanë kërkuar dhe krerët e Bashkisë Islame që të njëjtat të drejta fetare që i gëzojnë besimtarët në vendet evropiane, çfarë shpëtojnë edhe për vendin tonë, s'pëtojnë ama tepër, as nuk u morën model për as një shtetit të Libjes, as të Afrikës, po të Evropës, edhe ato e kemi vepruar. I ka marrë disa modele të vendeve të BE-s, i kena dorëzuar te kryeministri, e kena dorëzuar raportin, e kena dorëzuar rekomandimet, edhe biiznillah po presim që prej shtatorit të ardhshëm, prej vitit shkollor, mos të ndodhë të përjashtohet asnjë vajzë e cila për hir të respektit ndaj të madhit Zot fjalës së tij që e ka bërë obligim mbulesë për vajzat, të mos përjashtohet asnjë vajzë me shami e cila dëshiron të shkollohet në shkolla të madhore. Kjo është premtimi të cilin ka marrë prej kryeministrit dhe po shpresojmë që ka mund realizuar deri atëherë, më shumë nuk po duhet të zgjat ato, mendoj që është e mjaftueshme kjo diskutohet, ndërsa ajo që ka neve në mbetet është që zhëtë Allah që lëshanur kulje me lu, nëse Allah me lëkum, ju punoni, Allah ka po veprat e ju, po dhe pejgamberi po dhe besimtar. Me rëndësi është të punojna, sepse fjallet i merr era ndërsa punën, kurse si nuk mundet me marrë kërkush. Puna mbetet në mesin tonë, e nëse punojna ka e posë rezultat, nëse s'punojna, këna me mbetet vetëm me fjallë, e fjallet kanë me marrë era dhe s'këna me posë suksesi. Faleminderit gjithëve, në shumë se vajron këtë punën këtë. Vërtetarin se ti shtatër Amerikanë po të zdona, mirë. Unë këtu dua ta përshëndes edhe një zyrtar të lartë Ministrisë të Infrastrukturës Aram Qubeve, dhe bëj apel jamën xhamatit tonë, në ta që të rrugë ma shpejt në Prishtinë, se ka gjë ka la blakina. Rama, Allah e drujt. Rama është, do të thëtë zyrtari lartë në Ministrinë e Infrastrukturës, e shohë në rregullohet edhe rruga për autostradë për në Prishtinë. Kështu që të dashurit e mi, vërtet, më keni ndëru mua dhe xhamatin tim, e lësë Allah me madhnuar që t'ju shpërblej për çdo hap që keni bën këtë drejtim. Unë zakonisht në fjalimet e mia bank kam elementet nacionalizmit, pas ma shumë për të madhe komunitetet tjera, kështu që po du Murat Sherifi me na kënu një kongë për Selman Kadrin, ma se veç dy fjali, Hoxha, Musli, tha, e hotri, tigën, pe qasoj ane, me na kënu Selman Kadrin, do që shë përta me dëri mirë, që s'na e qëtë kukullën të, mës janë e zheqë, që tonë e ki. Hotri, pasi dy fjali, Hoxha, ja, me dojë, me isi një orë, me isi kini me dojë. Qështë, Good or sit down? Pas kam dhe to sërbi, i ato
mirë, tash ligja amnestisë u bon. Tash kënojna që të dojna. Këtë më kohë me kena këtë mund, mos të të të. E nësë shumë mërë katole. Mikrofonin, një ka lojë. Që një pjadisë në lojë strëmat, me lonë, këtë me zhjesë, kanë qenë, se boba më kritikanë masanej. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Të gjithëve ju përshëndes, shpëtoj rastin, u bëj për hajër mujnë Ramazanit. Pasi që jemi në fillim të mujtë Ramazanit, më kalon për shtypje një fjale madhe një profesorit tim, një hoqës të ndërum në Arabi Saudite që është shumë shokë mi hoqëllar, e njojnë edhe kanë pas hoqë Sheshen Titi, i cili thotë, kur fillon fillimi i mujtë Ramazanit, duhet të falenderojmë Zotin e madhrishëm i cili na mundësoi që ta përjetojmë kemi gjallë edhe shëndosh këtë muaj. Kjo i bie se ne në momentin kur e falenderojmë Allahun fuqiplot, shprehim mirënjohje dhe falendrimin ndaj Tij. E rezultati i kësaj është se Allahu Dhul Jalal premton se kur robërit e Tij e falenderojnë dhe shprehin mirënjohje ndaj Tij, Allahu u mundson atyre me i rit veprat e mira. Andaj, nëse ne dëshirojmë në ditën e Fitr Bajramit të dalim me dignitet, të dalim me faqe të bardhë, të dalim fitimtar në botën e anshimit, nëse tani e falendrojmë Allahun për mundësinë që ai na dha, edhe një Ramazan me përjetu, inshallah Allahu do të na mundson që të bëjmë vepra të mira, nga se ai në Kur'anin famlar thotë, nëse ju e falendroni dhe shprehni mirënjohje ndaj Allahut, ai juve do t'u ashton të mirat, e nëse jeni mohues, nuk jeni falendërues, Allahu ju dënon. E lusë Allahu të baraka wa ta'ala që t'jemi prej atyre njerëzve fatlum, që Allahu fuqiplot do të na zgjedh në këtë muaj të mëshirës dhe do të na amneston për herë prej zjarrit të xhenemit, nga se çdo natë në kohën e iftarit, Allahu fuqiplot zgjedh prej robërve të Tij i amneston për herë prej zjarrit të xhenemit. Kjo fitoria më e madhe. Nëse ne arrim të amnestohemi, të shpëtojmë xhenemin për gjithmonë, atëherë na u ka jap rasti që të kënaqemi me mirësitë dhe shpërblimet e xhenetit. E lusë Allahu të baraka wa ta'ala që vllau tim, shokut tim, hoq Fatmirit, Allahu t'i jap shëndet, jetë të gjatë, pastaj edhe gjithë juve që na i dha këto të mira dhe na ushqyt këto të mira, Allahu ju shpërbleft të gjithëve. Wassalamu alaikum. Allah i trujtë që kënes. Por Allah qdo këtë me kohë dhe në barimin e vetë, ju e mirë njës të gjithë, nështë ta pak e kemi zgjatë, mirë po bëhuni mësë të bindur se kjo nuk ka asë një vend burimi tjetër përveç se në dashuria madhe që eksiston për juve. E lusë Allah më zëvgjen që i modhi zëtë na forcaj, me shëndet na furnizaj, me imon stabil zemra tona të na zbukuraj. Edhe të njëjtën kohë për punë të mbarë Allah azhajal na përgatit dhe inshallah qysh na ka turpu Zotin këtë xhami ja Rabbi na turpon në hijen e arshit të Tij, kur na aty nuk do të ketë hije tjetër pas hijes së Tij. Faleminderit shumë, i nderuar kryetar, i nderuar ministër, të nderuar deputet, musafir të dashur, të gjithë ju shokët e mi e pendiler, vëllezër të një kauzë të përbashkët për ta ngritur fjalën e madhnuar të Allahut përpara që në ombrellën e kësaj fjale të respektojmë të çdo të drejtë që na ka mësuar i madhi Zot dhe ka njësu ky popull dem baba dem e me lejnë Allahu deri ditën e Kiametit, kështu do të vazhdojmë. Zoti qoftë i kënaqur me ne, Allahu na fal të meta tona me nguluf, me katët dhe gjunat tona në tjetër sot në sevape na i rujt dhe e lusë Allahu azza wa jall që dëshmor të cilët e dhanë gjithçka çka kishin të tyre e dhanë për hatër Zotit të mëdhenum, shërbim këtij populli, ja Rabbi Allahu kabul, ja Rabbi familjarëve tyne, fëmijëve tyne, nënave tyne, grave tyne, dhe në barë familjarëve tyne, Allahu ma'mur, në këtë dynjë dhe në ahiret, ja Rabbi Allahu i bon, se pasha Zotin e mëdhenum, sikur pas ndihmës Zotit, pastaj edhe ata burrat se sakrifikuan qafën e tyre për interesin gjithë kombëtar dhe fetar, pasha Zotit sot nuk do t'i shumë mësu, edhe nuk do t'i kishëm dëgju këto ligjërata, e këto fjalime, këto përshëndetje, e këto ilahi, e këtë ezan, në këtë rrugë, por elhamdulillah ka dashur i madhi Zot që na ka mësuar dhe na ka nderuar dhe i kthy pas një internimi famkeq kriminal
Serposlav, Allahu Dhul Gjelal, hakun ja Allah është këtë dynja edhe në akhirat, se t'jaj që din me i dënu, nuk ka mundësi kërkush, edhe nuk ka mundësi absolutisht askush le ma me bo, por as me mendu. Faleminderit shumë, Allahu ju rujtja në be, e qofë që fa që barë dynja në akhirat, e Allahu Azza wa Jalla në shpëtuf natën e varën dhe ditën ku kena me dorë para ti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.